Qytetet, ashtu si dhe njerëzit kanë jetën dhe fytyrën e tyre. Gjatë një udhëtimi do të njohësh qytete të rinj që kanë lindur në 5-vjeçarët tanë socialist. E tillë është Shqipëria. Në çdo hap të saj qëndrojnë toket pandara, lashtësia e qyteteve muze dhe ndërtimet e reja të shumta e të bukura. Në dritën e Pishtarit, në faqet shkëmbore të shpellës së trenit në afërsitë të Korçës, duart e sërgjyshëve tanë kanë lënë të vizatuara këto silueta naive, por plot elegant. Kanë kaluar shekuj që atëre. Në galerinë modeste të arteve që është hapur në Korçë, tani sheh veprat e reja të artistëve korçar, në të cilat shkëlqen drita optimiste për jetën. Në këtë galeri, një vend nderi dhe krijimtaria e piktorit të talentuar korçar Vanjush Mio. Kalojnë dekada, kalojnë vite, dhe brezat e rinj vinë duke sjellë në art, nëpërmjet talentit të tyre, figura të reja, heronjtë e ditëve tona. Në sheshin e qytetit qëndron krenar dhe i vendosur luftëtari kombëtar. Rebeshet që u përplasën mbi ballin e tij, errërat e forta që fryn pelerinën dhe flokët e gjatë kanë heshtur. Sepse erdhi një ditë kur grushti i madh partizan i mbyti krismat e egra armike, e shkatroi nga themelet botën e vjetër. Grushti partizan qëndron gjithë një lart. Ai përshëndet agimet e kuqes socialiste, përshëndet ëndrrën e realizuar të shokëve që ranë. Mëngjeset shqiptare zgjohen me këngët e sirenave.
Mëngjeset zgjohen të zhumshëm nga tingujt metalik të makinerive. Mëngjeset zgjohen çdo ditë si në fest nga qindra dhe mira punëtor që ndrojnë turnet. Punëtorët e uzinës mekanike kanë që të tregojnë. Ata punojnë në uzinën e qytetit të tyre, ku për herë të parë prodhohen dhe montohen motopompa të madhësive të ndryshme, trapano e të tjera. Para 30 vjetësh, askush nuk mendonte që nipi apo mbesa do të punonte në uzinën e instrumentave të precizionit. Por etrit dhe bijt luftuan për të fituar lirinë, dhe prandaj sot janë hapur para tyre gjithë udhët e jetës. Uzina e mjeteve të precizionit është një uzinë moderne dhe e mekanizuar, e para e këtij lloji në vendin tonë, ku kërkohet precizioni deri në 1/1000 e milimetrit, deri në 1/10 e sekondës. Korshere, në jetën e saj industriale, numëron shumë fabrika dhe uzina, por krahas tyre vend më vetes dhe zdruktaria Midhi Kostani, punëtorët e së cilës janë të palodhur dhe ndjejnë gjithnjë nga duart e tyre orendi të bukura, të cilat preferohen shumë nga konsumatorët. Në fabrikën e qelqit, punëtorët e apasionuar pas profesionit të tyre I japin qelqit forma nga më të çuditshmet. Për punën e tyre flasin artikujt e ndryshëm të punuar bukur dhe me shije. Kjo është fabrika e birës, që në historikun e vet ka shënuar 2 jetë. Punëtorët e rinj e kanë njohur nëpërmjet kujtimeve të më të moshuarve dhe primtarinë e shoqërisë punëtorëve të kësaj fabrike në vitet e paraçlirimit.
Dikur në natë korçare, pas çdo shtize, numëronin kafshatat e bukës që i shtoheshin shtëpisë, ndërsa vajzat, lumturin dhe të astmen, e shinin në ngjyrat e luleve që qëndisnin ditën natë. Epoka e partisë çdo gjë ndryshoi dhe e bëri të bukur. Sot për gratë që punojnë në kombinatin e trikotazhit, s'ka kënaqësi më të madhe se sa ajo kur për prodhimet e duarve të tyre, blerësve ju qish fytyra. Vite më parë, gjurmët mbi dëbor i mbushte dhimbja dhe skamja njerëzve që endeshin në rrugëve. Ditët me dëbor për banorët e Korçës dhe sidomos për të rinjt janë sot ditët e gëzimit të të gjithëve. Ditët e lumtura të këtyre të rinjve trokasin nëpër vite dhe përzihen me zërat e punëtorëve që të organizuar në formë në piknikut mblidheshin në këto kodra dhe krijonin shoqëritë revolucionare. Punëtorët e këtyre shoqërive gjithnjë do të shohin me sy drejt nesh. Shikimi i tyre do të mbetet i pashuar për ne dhe ata në kujtesën tonë do të mbeten gjithmonë të bashkuar, gjithmonë të pandar. Tek e shohim këtë rini të shëndetshme, ne do të kujtojmë gjithnjë me respekt të thellë ata mira dhe mira luftëtar që dhanë jetën e tyre për bardësinë e ditëve tona. Po të shikosh me vëmendje midis nxënësve që drejtohen nëpër shkolla të ndryshme, do dallosh nxënësit e shkollës muzikës Tefta Tashko Koço. Instrumentat në duart e vogla duken sikur duan të thonë të gjitha dëshirat, sado naive, të këtyre vogëlushve. Ndonse janë ende të vegjël dhe duart e tyre akoma nuk i përfshin të gjitha notat, ata e din fare mirë se si Tefta Tashko dhe shoqet e saj u detruan të shkonin larg dheut për të mësuar artin e muzikës. Kurse sot, në pushtetin popullor, atyre u janë krijuar të gjitha kushtet për të mësuar dhe për të marrë me art. Sa larg ka shkuar Shqipëria. Rilindasit tanë me ziguzonin të ndëronin vetëm ABC-n. Më 7 mars 1887, pas një lufte të ashpër të vështirë, u hap në Korçë mësojnëtoria e parë shqipe. Në këtë klasë ulën nxënësit e parë të mësojnëtores shqipe me mësuesin Pandeli Sotiri dhe pas tij Petronini Luarasi e Nuçi Naçi.
ndërsa poetit patriot Naim Frashëri i këndoi zëmra. Lumja ti moj korço lule, që lëpas shoqet e tua, si trimi në ballu sule, ta paqim për jetë hua. Ushtoi kjo ABC në dhomat e vogla të kësaj shkolle, pastaj nëpërmjet dritareve doli në rrugicat e ngushta të qytetit, u përplas pas mureve veçative dhe hyri në çdo dhomë, në çdo vatër. Hyri dhe zgjoi mendjet dhe zemrat e njerëzve, i zgjoi dhe i ngriti në luftë për liri dhe pavarësi. Në këto rrugica, në këto shtëpi, punuan patriotët e shquar Mihal Grameno, Themistokli Gërmenji e të tjerë. Për të mbrojtur shkrimin shqip, u organizua më 14 shkurt 1910 një miting ku morën pjesë 12.000 vetë. Kur gjatë luftës parë botërore, Korça si e gjithë Shqipëria u shndrua në shesh lufte, ishte Themistokli Gërmenji që ngriti popullin dhe shpalli pavarësinë. Patriotët korçarë mbyen armët për të shkatruar çdo përpjekje të armiqve në dëm të Shqipërisë dhe në vitin 1920 krajina e Korçës u bashkua me qeverinë e Tiranës. Shpërthyen këngët e pavarësisë në rrugicat e qytetit dhe do të këndoheshin ato gjatë, prapa mureve, prapa dritareve e do të mbanin gjallë ndjenjat patriotike. Këto këngë shpërthyen në demonstratat e para të Bukës, hyn thellë në zemrat e studentëve të liceut së bashku me fjalët e zjarrta të profesorit. Rinte profesori në këtë shtëpi të thjeshtë korçare, rinte dhe mendonte. Në dritën e lampës me vajguri, ai rinte deri natën vonë, rinte e mendonte, shkruante dhe bisedonte me komunistët e parë. Mëngjezeve niseja i për në lice, kalonte në për këto kaldrëme, dhe mendja e tij zhvendoste pushtetet, errësirën, padrejtësinë. Në këtë klasë, përpara kësaj drase të zezë, në këtë katedër, përpara këtyre bangave, u poq mendimi për revolucionin. Ja, sot, a I takon të tjerë nxënës, në kohë tjetër. Gëzimin e tyre e pati ndëruar vite më parë, kur ulej në këtë katedër e u fliste nxënësve që do të roknin armët, e bashkë me bijtë e bijat e tjerë të Shqipërisë, do t'i sillnin atë dheu ton jetën e re socialiste.
ishin të rinj, por në ëndra dhe në zemër kishin komunizmin. E dinin që kishin nisur një rrugë të vështirë, por asnjëherë nuk u ndalën, prandaj edhe pas shumë vitesh nuk do të haronin rrugën mbi të cilën ecën. Nuk do të haronin demonstratat e para, mbledhjet e vona ilegale. Shokët, nuk do t'i haronin, sepse kjo është rruga jon, rruga e përpjekjeve, rruga e fitoreve.